Të dashur dëgjues, do të flasim sot për një ekspozitë që pritet të hapet këtu në kryeqytet. Muzeu Kombëtar i Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës do të hapin sot një ekspozitë për akademik Fehmi Aganin në kujtim të 26 vjetorit të vrasjes së tij dhe kjo ekspozitë është titulluar Kontributi atletar, intelektual dhe politik dhe akademik dhe për të na treguar pak më shumë detaje rreth kësaj ekspozite që do të hapet sot, do të bisedojmë me zotin Sadik Krasniqi, njëri nga autorët e kësaj ekspozite. Zoti Sadik, ju përshëndesim edhe ju falenderojmë shumë që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje për ju dhe për dëgjuesit e Radio Kosovës. Faleminderit shumë. Fillimisht na tregoni pak më shumë çfarë përfaqëson kjo ekspozitë dhe cili është qëllimi kryesor i kësaj ekspozite. Atëherë në vazhdën e aktiviteteve të shumta dhe publikimeve, ekspozitave të shumta që bën Muzeu Kombëtar i Kosovës, që nga pas lufta nevojimësi deri me sot, pra krahas prezantimeve të ndryshme nga kultura dhe historia kombëtare, gjithashtu edhe në vazhdën e këtyre aktiviteteve kemi gjetë në shumë raste mundësi për të organizuar ekspozita tematike, qoftë me karakter kombëtar, politik, intelektual, historik, nga lufta e kështu me radhë. Dhe për këtë arsye, duke e marrë për bazë faktin që profesori Fehmi Agani, përkatësisht akademik Fehmi Agani, ka qenë një nga protagonistët kryesor të këtyre viteve, me sa të qenë gjatë viteve të 10-ta, 90-ta deri në rrahjen e tij nga forcat serbe me 6 maj të vitit 1999, kemi menduar që të qasim një projekti muzeal historik, i cili ka për synim ta shpalas më së miri veprimtarinë e tij shumë dimensionale, që ka dhënë akademik Fehmi Agani. Këtu fokuse të tij do të fokusohemi kryesisht tek jeta dhe vepra e tij, tek familja me efekt veçantë, gjenealogjia, historiku, biografia pra për të, aspektet intelektuale, pra aktivitetet intelektuale, veprat e tij, botimi i veprat e tij, të shumta, aktivitetet politike, kur dihet fakti që edhe në këtë dimension politik, pra ka qenë një prej protagonistëve, njëri nga shkruesit e programeve, dokumentave të ndryshme, qoftë nga lidhja demokratike, qoftë nga pjesë nga jurisprudenca, legislacioni juridik i Kushtetutës Kosovës me 7 shtator 19, e shumë akte të ndryshme politike juridike që ka pas Kosova gjatë këtyre viteve. Këto janë disa dimensione mbi të cilat do të hedhet dritë për jetën dhe veprën e Fehmi Aganit, këto në pikpamje atletare, intelektuale e politike. Cili ka qenë procesi i përgatitjes së kësaj ekspozite dhe a keni pasur bashkëpunim me familjen akademik Aganit apo edhe me institucione të tjera dhe sa kohë keni punuar për këtë ekspozitë? Atëherë, ideja ka qenë pikërisht nga seksioni i historisë në Muzeun Kombëtar të Kosovës dhe kjo është bërë në bashkëpunim, siç e thatë edhe jo, me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Padyshim janë diku një vit ose edhe më shumë se një vit, që ne në momentin e dhënies së dritës jeshile për të realizuar këtë projekt muzeor e historik, kemi hyrë në fazën e parë që kemi qenë faza e ulëmtimeve. Pra ulëmtimi janë bërë gjithandena, duke filluar që nga familja Agani, pra një bashkëpunim të mirë kemi pas me djalin e tij, zotin mentor Agani. Aty kemi më shumë materiale, sidomos material fotografik nga gazetat të ndryshme, dokumentet të ndryshme kështu me radhë. Pastaj kemi marrë dokumenta, materiale, fotografi nga bashkëpunëtorët e tyre, siç është akademik Recep Ismaili edhe të tjerë. Gjithashtu kemi bashkëpunuar ngushtë edhe me arkivin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, me Bibliotekën Kombëtare, me Muzeun Kombëtar, me arkivin e Kosovës dhe institucione të ndryshme të përafërta me shoqata, me arkivin e Lidhjes Demokratike të Kosovës e kështu. Në përgjithësi, dhe këto na kanë dhënë mundësi që të grumbullojmë, pra të sigurojmë materiale të shumta, shumë dimensionale, edhe nga opusi fotografik, por edhe gazetaresk, dokumentar,
dhe të tjera. Po. Në kohët e këtyre që mendoj është më rëndësishme të potencohet fakti, janë edhe disa relikte që personifikohen me profesorin akademik Femi Argoni, si janë stilolapsi i tij personal, pastaj disa syze që i ka mbajt gjatë kohës sa ishte profesor, sa ishte marrë me botën shkencore. Pastaj është një bust i punum më herët për të, pastaj kemi një sako të tij që ka mbajt më herët dhe disa dokumenta, libra, domethënë botime të tina të shumta gjithashtu. Dhe kështu është një gjithë përfshirje, pra një gamë të gjerë e materialeve që do të ekspozohen në ekspozitën që do hapet pikërisht në datën 13 pra të martën e orën. Zoti Sadik, a ka ndonjë pjesë të ekspozitës që ju ka prekur juve personalisht më shumë apo ua ka tërhequr vëmendjen gjatë punës, që keni bërë dhe që keni zbuluar ndoshta diçka të re që nuk e keni ditur për jetën edhe veprën e akademik Aganit? Po, sigurisht, mendoj që janë 2 ose 3 fokuse, janë 3 segmente që ne kemi pa që profesor Agani ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Për shembull në vitet e 80-ta kur profesor Agani si rezultati i aktivitetet të shumta politike, duke pas një guxim qytetar, pra për shkak të demonstratave të Atenishës, duke refuzuar që të dënon ato, ka ardhur si rezultat dhe pushteti i kohës faktikisht e ka larguar nga puna nga universiteti. Dhe profesori ka pas të ndaluar deri në vitet e 90-ta me pas kur stabilizu gjendja, pastaj ka filluar prapë se për ndryshe ka qenë i larguar komplet nga puna. Përveç kësaj ishte i anatemuar, ishte i reduktuar, pra ishte në shënjestër të sulmeve të ideopolitike të pushtetit të kohës. E para kjo. E dyta, në pikpamje intelektuale. Profesor Agani kemi pa që ka një opus të gjerë shkrimesh të ndryshme, përveç atyre librave të shumta që i ka shkruar profesor Agani, kemi pa që ka dhe shumë shkrime të ndryshme tjera, separate të ndryshme, sidomos gazetarestike dhe artikuj shkencor që kemi pa që ende janë të pavotuar. Dhe mendoj që në një të ardhme të afërt, ndoshta edhe në këtë drejtim do të shiqoj mundësinë për të dritë dhe për të ardhur te botimi i plot i veprës, se të në përfshin dhe pjesën tjetër që nuk janë të votuar deri në tani. Dhe në fund fare, kemi pa shumë dokumenta, shumë gazeta, shumë dëshmije, materiale të shumta historike që profesor Agani ka qenë alfa dhe omega, kur ka qenë ideologi kryesor i politikës pasore, i politikës së përgjithshme, përfshin që nga vitet e 90-ta deri te vitet e luftës, që në një mënyrë mendimin edhe të aktorit ndërkombëtar, NATO-s pra vina dhe të bombardimi përkatësisht në Kosovës. Po, a planifikoni që ekspozita të udhtoj edhe në qytete të tjera, apo njëherë për njëherë do të jetë vetëm këtu në Prishtinë? Të të vërtetën, në bazë të projekcioneve që kemi deri më tani, ekspozita do të hapet pra të martën me 13 dhe planet janë këtu të qëndroj e hapur një javë, e pastaj varësisht edhe me dakordonës të institucioneve tona dhe të interesimeve që mund të vinë nga pjesë rajonale në Kosovë dhe me gjarë, sigurisht që do të reflektojmë dhe nëse na japin pak mundësi me kënaqësi më të madhe do e prezantojmë edhe në qendra të tjera në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Po në çfarë ore do të hapet edhe cili do të jetë orari për çdo ditë për ata që do duan të vinë edhe ta shohin këtë ekspozitë nga afër? Po, ekspozita do të hapet në ora 12 dhe do të jetë e hapur për gjatë një jave. Mos gabofsha termini i kohës këtu në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës do të jetë nga ora 8-9 mëngjesit deri në ora 4 pasdite. Faleminderit shumë zoti Sadik për të gjitha detajet që na dhat për ekspozitën dhe ju urojmë ditë të mbar. Faleminderit shumë. Edhe ne ju falenderojmë shumë për mundësinë që na jepni në mënyrë që të pasqyrojmë figura të zgjuara të rëndësishme të historisë, kulturës dhe në përgjithësi të shkencës shqiptare. Faleminderit, gjithë mirat. Gjithashtu.
Kemi zhvilluar një intervistë me zotin Sadik Krasniqi, njëri nga autorët e ekspozitës Kontributi Advetar, intelektual dhe politik e akademik. Ekspozitë kjo që do të hapet sot nga Muzeu Kombëtar i Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, dhe kjo ekspozitë po hapet në kujtim të 26 vjetorit të vrasjes së akademik Fehmi Aganit.